Vera dhe pushimet janë ndër periudhat më të shumë pritura të vitit, por jo të gjithë kanë pasur mundësinë që t'i shijojnë në të njëjtën mënyrë. Për disa, pushimet kanë qenë jashtë vendit, për të tjerë destinacioni ka qenë Shqipëria, ndërsa ka dhe nga ata që këtë verë nuk kanë mundur që të largohen për pushime për shkak të pamundësive ekonomike. S'kam bërë fare. Kam 40 vjet pa bërë pushime. Qa pushime, ka pushime në Shqipëri. Ku ka pushime në Shqipëri? Një pjesë tjetër e qytetarëve kanë zgjedhur të pushojnë jashtë Shqipërisë si një mundësi për të ndryshuar ambient dhe për të vizituar vende të reja. Ne i kalojmë në Francë. Pushimet jashtë shtetit, në Greqi. Por Shqipëria ka mbetur zgjedhja e shumë pushuesve. Pushimet unë i kalova në Himar me fëmijët edhe në Dhërmi. A shpenzuat shumë? Diçka. Në krahasi me vitet më parë pak më të kripura, por mirë, ja vlen. Më mirë në Shqipëri apo jashtë Shqipërisë? Shqipëri. Bregdeti shqiptar, qytetet turistike dhe destinacionet malore kanë tërhequr edhe këtë verë qytetarët që, siç edhe ata thanë, kanë mbetur të kënaqur.